Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi bashkë në edicion informativ këtu në Blu Televizion. Kryeministri Rama ka prezantuar programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2, i cili parashikon një fond prej 1.5 miliard eurosh për transformimin e qyteteve dhe hapësirave publike në Shqipëri. Sipas Ramës, bashki do të furnizohen me flota të reja autobusësh elektrik, po ashtu parashikohet edhe ndërtimi i parkimeve nëntoksore e mbitoksore në qytete. Është e papranueshme që ne të synojmë të ngjitemi më lart si një vend turistik dhe të besojmë që ne mund ngjitemi më lart thjesht dhe vetëm duke mirëmbajtur atë që kemi dhe duke pranuar këtë kategori ku jemi. Kategoria ku ne jemi sot është një kategori që duhet me patjetër ta lëmë mbrapa, sepse përndryshe do të na vëri poshtë si vend turistik, turizmi masiv. Dhe ndërkohë diversifikimi i portofolit të ofertës tonë është domosdoshmëri për të ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve me autobus të një gjenerate të re. Autobus elektrik, të cilët do duhet të plotësojnë shumë nevoja të rritura sidomos gjatë sezonit dhe pastaj hap pas hapi të krijojmë lidhjen rajonale, të krijojmë intermodalitetin. Një tjetër komponent i programit janë parkimet. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nëntoksore, mbitoksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu dhe programin e kanë plotësisht funksional, besojmë ne. Tjetra është që është e rëndësishme, është gjithçka do të bëjmë me ekonominë në sensin e fuqizimit të subjekteve vendore. Nga SHBB-t që po krijohen 33 SHBB nuk janë pak, por duhet kemi më shumë akoma. Tek programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane, programi dyfisho biznesin tënd, që do të lançohet dhe do të hapi dyert e bankave për të gjithë ata që duan financim për të dyfishuar kapacitetet e tyre në të gjithë territorin. Tek startupet, ku zoti Demo kishte një të dhënë paksa të pa updateuar, që nuk është në natyrën e tij të mos jetë updateuar, po nuk është më 85%, po 75% pesha e Tiranës, në aplikimin e fundit kemi 25% startupeve nga bashkitë e tjera, por këtu duhet bërë një punë e posaçme nga ju, sepse ne besojmë që pikërisht se bashkitë e tjera mund të jenë më pak të ekspozuara ndaj gjithë zhvillimeve se sa Tirana, mund të jenë pika ku startupet mund të jenë më shumë. Sepse talentet nuk mungojnë në asnjë fshat të Shqipërisë, jo më nëpër qytete.
Një fenomen i rrezikshëm po shfaqet në rrjetet sociale dhe po godet drejt për drejt një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, turizmin. Nuk bëhet fjalë për kritik normale ndaj një biznesi apo pakënaqësi të zakonshme klientësh, por për një formë të re presioni online për më gjerë shënimi redaksional. Një fenomen i rrezikshëm po shfaqet në rrjetet sociale dhe po godet drejt për drejt një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, turizmin. Nuk bëhet fjalë për kritik normale ndaj një biznesi, as për pakënaqësi të zakonshme klientësh. Bëhet fjalë për një formë të re presioni online, ku faqe të ndryshme në TikTok dhe rrjetet sociale u bëjnë thirrje ndjekësve të tyre të lënë vlerësimet negative ndaj strukturave turistike, hoteleve apo bizneseve që ata i perceptojnë si të lidhura politikisht ose si simpatizant të qeverisë. Fenomeni sipas policisë së shtetit është përhapur në të gjithë vendin, ku janë evidentuar raste kur e njëjta llogari ka publikuar vlerësime negative për biznese në qytete të ndryshme si Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë e Sarandë. Blu Televizion kontaktoi me një strukturë hotelerie në Vlorë, ku brenda pak orësh në Google janë shfaqur qindra vlerësime negative, pjesa dërmuese me një yll. Nga materiali monitoruar rezultojnë rreth 217 review të kapura në një harë kohor prej 4 orësh, ku rreth 208 janë negative, me një yll pra afërsisht 96% e totalit. Një volum i tillë nuk është normal për një strukturë turistike, edhe nëse do të kishte pakënaqësi reale nga klientët. Shumë prej komenteve nuk përmbajnë asnjë përshkrim konkret për qëndrimin në hotel. Nuk ka datë rezervimi, nuk ka dhomë të identifikuar, nuk ka shërbim të përshkruar, nuk ka faturë, nuk ka histori reale klienti. Shumë prej tyre janë thjesht rooms service, location, bad service, skandal, don't go, emoji apo fraza të përsëritura. Në disa raste shfaqen dhe emra të pazakontë profilesh si Test One, Photoshop Tutorial, Growth Media, Open. Çka shton dyshimet se komentuesit kanë qenë vërtet klientë real të resortit. Duhet të kuptohemi këtu që nuk jemi kundër kritikave të vërteta. Çdo klient ka të drejtë të ankohet, të shkruajë përvojën e tij dhe të paralajmërojë të tjerët nëse është trajtuar keq, por kur qindra profile sulen brenda pak orësh me të njëjtën gjuhë dhe me mungesë të plot detajesh, atëherë nuk jemi më te kritika, jemi tek sabotimi dhe agresioni digjital. Më shqetësuese është arsyeja që qëndron pas kësaj vale. Sipas sinjalizimeve nga rrjetet sociale, disa faqe në TikTok po e paraqesin këtë si një lloj revolucioni kundër njerëzve që i perceptojnë si të lidhur me pushtetin. Por në realitet, ky nuk është revolucion. Kjo është luftë civile digjitale. Kjo është shqiptar kundër shqiptarit. Dhe kur godet turizmin, nuk dëmtohet vetëm një pronar hoteli. Dëmtohen punonjësit, recepcionistët, kamarierët, kuzhinierët, pastrueset, furnitorët, taksistët, guidat turistike dhe imazhi i Shqipërisë në sytë e turistëve të huaj. Një review negativ në Google nuk është thjesht një koment. Për një turist të huaj që kërkon hotel në Shqipëri, ajo është një sinjal besimi ose mosbesimi. Kur një strukturë turistike mbushet brenda natës me qindra vlerësime me një yll, algoritmet e platformave e ulin në renditje, turistët hezitojnë të rezervojnë dhe imazhi i destinacionit dëmtohet. Në sezon turistik, kjo është si t'i vësh kazmën jo vetëm një biznesi, por gjithë ekonomisë lokale. Veprimtaria e sabotatorëve digjitale është vënë re dhe nga strukturat legjizbatuese. Drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita në një konferencë përshtyp tash shqetësim serioz për një veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë rezultojnë indicie për ekzistencën e një rrjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Çdo përpjekje organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Dua të bëj qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundërligjshëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit.
Kundërshtarët e kësaj qasje shohin deklaratën e drejtorit të policisë Skënderita për verifikimin e mbi 10.000 llogarive në rrjetet sociale si një sinjal të rrezikshëm për lirinë e shprehjes. Sipas tyre, nën petkun e luftës ndaj aktivitetit të koordinuar kibernetik, shteti rrezikon të kalojë vijën e hollë mes hetimit të sulmeve të organizuara dhe monitorimit të qytetarëve që shprehin pakënaqësi reale ndaj bizneseve turistike. Kritikët argumentojnë se një review negative nuk mund të trajtohet automatikisht si kërcënim, pasi konsumatori ka të drejtë të denoncojë çmimet e larta, shërbim të dobët apo abuzime. Ata paralajmërojnë se nëse policia vendos në fokus qytetarin që ankohet dhe jo biznesin, që mund të ketë shkelur standardet, atëherë institucionet nuk po mbrojnë më konsumatorin, por po krijojnë perceptimin se mbrojnë interesa ekonomike të caktuara. Në këtë mënyrë frika është se debati për turizmin mund të kthehet nga çështje shërbimi dhe transparence në një betejë ku çdo kritik online shihet si sulm dhe çdo pakënaqësi si dosje për verifikim. Por ironia është e hidhur, ata që pretendojnë se po luftojnë sistemin, në fakt po godasin vendin e tyre, po i thon turistit huaj mos e ja këtu. Po i thon tregut ndërkombëtar se Shqipëria është e pasigurt, e pa organizuar, e mbushur me konflikte dhe sulme online. Ky nuk është patriotizëm, është autogol. Shqipëria ka vite që përpiqet të ndërtojë një imazh turistik në rajon dhe në Europë. Ky imazh nuk prishet vetëm nga çmimet e larta apo shërbimi i dobët. Prishet edhe nga shqiptarët që në emër të mllefit politik kthehen në batalione keqbërësish dhe ligjshkelësish online kundër bizneseve shqiptare. Por kazma që sot i vihet një operatori turistik kushdo qoftë ai, nesër do të na shemb jo vetëm Shqipërinë turistike, por të gjithë Shqipërinë, për të cilën këta patriot e tigra tastiere po luftojnë. Avokati i popullit Endri Shabani ka prezantuar këtë të premte në Vlorë raportin vjetor të avokatit të popullit për vitin 2025. Sipas Shabanit, në Vlorë kërkesat janë kryesisht për pronat dhe menaxhimin e tyre, dhe avokati i popullit do të hetojë çdo rast që lidhet me shpërdorimin e detyrës, tjetërsimin e pronave dhe ankesat e qytetarëve. Avokati i popullit Endri Shabani ka qenë prezent këtë premte në Vlorë për të prezantuar raportin vjetor të avokatit të popullit për vitin 2025. Shabani është ndalur të flasë dhe për media duke thënë se arsyeja e prezencës së avokatit të popullit në Vlorë është të dëgjojë ankesat dhe kërkesat e qytetarëve. Sipas Shabanit, në Vlorë kërkesat janë kryesisht për pronat dhe menaxhimin e tyre, ndërsa thotë se ankesat e qytetarëve lidhen pikërisht me kadastrën dhe avokati i popullit do të hetojë çdo rast që lidhet me shpërdorimin e detyrës, tjetërsimin e pronave dhe ankesat e qytetarëve. Shabani thekson se detyra e avokatit të popullit është të mbrojë të drejtat e qytetarëve dhe të jetë ndërmjetës për të zgjidhur kërkesat dhe ankesat e tyre. Kemi që u bëjmë në gjitha qytetet e Shqipërisë me qytetarët e Vlorës për diskutuar për problematika që ata kanë në lidhje me pushtetin publik dhe se si avokati i popullit mund të adresojë problemet që qytetarët kanë në raport me institucionet vendore apo institucionet qendrore që kanë zyra rajonale në Vlorë. Pjesa më e lartë e ankesave që na ka ardhur nga Vlora për vitin e kaluar, se ne kemi nxjerrë raportin ton vjetor, lidhet kryesisht me kadastrën, lidhet me të drejtën e pronës, lidhen me institucionet të cilat në fakt për 36 vitesh ende nuk po japin dot drejtim kësaj problematike, ku ndërthuren institucionet publike, shtetërore, po ndërthuret edhe puna e gjykatave, të cilat zvarritjet e proceseve gjyqësore kanë kokëlavitur dhe më tej problematikën e të drejtës pronës, duke çuar pastaj në konflikte shpesh civile, po në disa raste dhe konflikte dhe problematika që shtrinë një territor më të gjerë se sa disa familje. 26 vite roli i avokatit të popullit është në momentin që qytetarët shkojnë për të marrë një dokumentacion në DVSHK, apo kanë problematika me punën e Agjencisë së Trajtimit Pronave, apo kanë zvarritjet e proceseve gjyqësore, ata mund të ankohen tek institucioni i avokatit të popullit. Ne kërkojmë, fillojmë një hetim administrativ, kërkojmë marrjen më tepër dokumentacion. Në disa raste ku shohim që kemi zyrtarë që abuzojnë me pushtetin, rekomandojmë marrje masash ndaj këtyre zyrtarëve, po përshkëpunojmë me institucionet e drejtësisë që në raste që ka gjyqtar që sjellin zvarritje të proceseve gjyqësore jo për shkak problemeve sistemike, por për shkak problemeve të tyre në mënyrën si ata administrojnë proceset gjyqësore, edhe në këto raste po bashkëpunojmë që të evidentohet dhe kjo të reflektohet në performancën e tyre të punës apo në promovimin e tyre të mëtejshëm.
kaq është kapaciteti dhe mundësia që na ka dhënë ligji, por ajo që është shumë e rëndësishme është që në mos mbetemi vetëm te kjo pjesë, por mbetemi te kjo problematika sistemike. Ajo një dimension që ne përpiqem ta zhvillojmë këtë vit është që të propozojmë ndërhyrje ligjore aty ku është e nevojshme dhe të adresojmë gjykatën kushtetuese aty ku është e nevojshme për të zgjidhur probleme të cilat nuk burojnë nga keq administrimi i një zyrtari apo një drejtuesi vendor, po burojnë nga probleme sistemike, mënyra si është organizuar ndarja e pushteteve, si janë organizuar institucionet, apo në disa raste se sa burime janë alokuar institucioneve përkatëse. I pyetur nga gazetarët, Shabani thot se avokati i popullit nuk mund të mbajë asnjë qendrim mbi kërkesat e protestuesve. Detyra e tij është të evidentojë rastet kur te qytetarët cënohet e drejta e tyre apo kur institucionet, si policia e shtetit, shkelin përgjegjësitë e funksionimit të tyre. Qëndrimi është ai që ka qenë që ditën e parë, kur protesta ka nisur në Zvërnec, ne kemi pasur këtu përveçsuesin tonë rajonal. Ne punojmë dhe garantojmë të drejtën kushtetuese për të protestuar, paqësisht, dhe aty ku abuzohet, aty ku policia nuk arrin të ruajë rendin, por e tekalon ja delegon këtë kompetencë sektorit privat, siç ka qenë rastin e Zvërnecit, ne kemi rekomanduar marrje masash. Nga ana tjetër, kur ka tekalim force në ndalimin e qytetarëve që janë duke protestuar, ne kemi nisur hetimin tonë administrativ. Për sa i përket pastaj vetë kërkesave, kur ato janë politike, ky është një kufi që ne ka vendosur kushtetuta, është një betim që unë e kam bërë në parlament dhe që nuk kam ndërmend ta tekaloj. Jo vetëm që kemi hetuar, po unë kam qenë personalisht, i kam vizituar, i kam takuar të ndaluarit. Kështu që kjo akuzë është e pa bazë, edhe ju si gazetar mund ta verifikoni këtë. Në lidhje me pretendimet që ne të dalim protest dhe të mbështesim kërkesat politike, e theksoj në 25 vite, nëse ju më gjeni një avokat populli që ka dalë në shesh për të protestuar kundër institucioneve publike, atëherë unë do ngrej duart lart. Në qoftë se ju më gjeni në Ballkan, në Evropë apo në botë, një avokat populli që del dhe mbështet kërkesat politike të protestuesve, atëherë ne kemi keq kuptuar rolin, por ne jemi aty për të garantuar të drejtën e tyre për të protestuar kundër qeverisë, për protestuar kundër institucioneve vendore, për protestuar kundër meje nëse duan, deri këtu. Pastaj se çka kërkojnë atë është e drejta politike e çdo protestues. Ndërsa sa i përket komenteve negative të bëra në profilet e bizneseve në vend, avokati i popullit Shabani thot se nuk ka informacionin e dur, por nëse cënohet e drejta e shprehjes së lirë të qytetarëve, do të nisë një hetim për rastin dhe do të ketë një reagim zyrtar. Kjo është pikërisht përgjegjësia institucionale që ndryshon nga përgjegjësia gazetareske. Pra, ti po më thuaj një version, unë nuk e kam parë. Do ta shoh, do ta vlerësojmë, nëse kemi rast ku policia po kufizon të drejtën e fjalës, padyshim që jemi kundër, sepse e drejta për të shprehur lirisht është një drejtë që është fituar në 1991-shin, garantohet me Kushtetutën e Shqipërisë dhe ne këtë detyrë kemi. Pastaj këto të tjera duhet i shoh. Së bashku me përfaqësuesit më të lartë të pushtetit lokal, si dhe në pranitë të qytetarëve, në Vlorë është prezantuar kështu raporti i avokatit të popullit për vitin 2025. Trotuarët në disa zona të Vlorës janë kthyer në pengesa për këmbësorët pasi zihen nga pemë, shtylla elektrike, ndriçimi dhe tabela sinjalistike. Në lagjen 24 maj, banorët detyrojnë të ecin zigzag ose të zbresin në rrugë, duke rrezikuar nga qarkullimi i automjeteve. Pemë, shtylla të tensionit të lartë, tabela vertikale të sinjalistikës rrugore, por dhe shtylla ndriçimi mund t'i gjesh të gjitha në një vend kalimin e këmbësorëve në Vlorë. Ky është realiteti shumë prej projekteve të realizuara vitet e fundit në qytet, aty ku trotuaret shfrytëzohen për të vendosur të gjithë elementët shtesë përbërës së një projekti. Vendkalimi i këmbësorëve sigurisht që zaptohet prej tyre, duke mos lënë shumë hapësirë për të kaluar kalimtarët. Në Vlorë është kthyer në një traditë tepër të zakonshme, por diçka edhe të keqe njëkohësisht realizimi i projekteve infrastrukturore në këtë mënyrë, ku në trotuar në vendkalimin e këmbësorëve, i cili nuk është më tepër se 1 metër i gjerë, vendosen çdo komponent i elementeve përbërës të projekteve. Si për shembull, u ndodhem tashmë në zonën e ish fushës së aviacionit, ku më parë, vitën parë, është realizuar një projekt
për habilitimin e kësaj zone, por siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, në vendkalimin e këmbësorëve janë vendosur nga shtyllat e tensionit të lartë tek ato të ndryshimit, shtyllat e internetit, pemë gjithashtu, por edhe tabela për sinjalistikën vertikale të zonës, duke mos lënë asnjë mundësi shtesë për kalimin e këmbësorëve. Banorët e zonës 24 Maj e rehabilituar vitet e fundit kanë vetëm një mënyrë se si mund të ecin në trotuare, duke ecur zigzag për të shmangur pemët apo shtyllat që gjenden në vendkalimin e tyre. Shumë që nuk e bëjnë këtë zgjedhin të ecin në rrugë, aty ku sigurisht jeta e tyre rrezikohet nga automjetet që qarkullojnë me shpejtësi. Shumë mirë, të tilla projekte mund të realizoheshin edhe ndryshe, ku trotuaret të cilat sot janë rreth 1 metër të gjerë, mund të ndërtoheshin me gjerësi më të madhe, çka do të sillte më tepër mundësi për të vendosur elemente të shtesë. Për më tepër, tabelat e sinjalistikës rrugore apo shtyllat e ndriçimit nuk duhen vendosur në mes të trotuarit, ndërsa për shtyllat e energjisë elektrike mund të gjendej një tjetër vend për t'i vendosur. Në këtë mënyrë, qytetarët do të kishin trotuarin e lirë, ku mund të kalonin pa u detyruar të ecnin në rrugë, duke rrezikuar jetën. Turist nga Çekia, Polonia, Slovakia dhe vendet të tjera të Evropës po zgjedhin gjithnjë më shumë Vlorën për pushimet e tyre verore. Sipas tyre, Bregdeti i Radhimës mbetet një nga destinacionet e preferuara, ku shumë prej tyre kanë rezervuar qëndrimin në resortet Buzdetit për të kaluar disa ditë pushimi. Turist nga Çekia, Polonia, Slovakia, por dhe nga vendet tjera të Europës po zgjedhin gjithmonë edhe më shumë Vlorën për pushimet e tyre verore. Një nga destinacionet e preferuara është dhe Radhima, ku shumë prej tyre kanë rezervuar qëndrimin në resortet Buzdetit për të kaluar disa ditë pushimi. Sipas turistëve, Vlora ka rezultuar një surprizë e këndshme, ata vlerësojnë cilësinë e akomodimit, klimën, detin e pastër, natyrën dhe me të gjitha kuzhinën shqiptare. Shumica vizitojnë Vlorën për herë të parë, por shprehen se përvoja ka tejkaluar pritshmëritë e tyre dhe se do të rikthehen sërish. Nuk e njeh më parë, por Vlora është një qytet shumë i bukur për tu parë. Ndërsa në këtë resort po qëndroj prej 5 ditësh dhe jam shumë i kënaqur. Kushte fantastike. Unë vin nga Çekia dhe jam për herë të parë këtu, por kam gjetur një surprizë të këndshme. Më pëlqen shumë. Vendi ku jemi akomoduar, ushqimi, klima dhe deti i pastër. Jemi prej 4 ditësh këtu. Jemi akomoduar në resort, shumë i bukur dhe një vend fantastik. Kemi menduar që nesër të bëjmë një udhëtim për të parë edhe vendet historike. Ne po qëndrojmë këtu te Regina Blu dhe jemi shumë të kënaqur. Vi nga Çekia dhe kam ardhur bashkë me fëmijët. Çfarë më pëlqen këtu? Jam e kënaqur nga klima, deti pastër, akomodimi, çdo gjë është shumë mirë. Jam nga Republika Çeke dhe vi për herë të parë. Nuk kisha dëgjuar më parë për Shqipërinë dhe Vlorën. Kisha parë edhe foto edhe video. Më pëlqen shumë resorti ku po qëndrojmë, është fantastik. Veç plazhit do të vizitojmë dhe vende të tjera afër resortit ku po qëndrojmë. Rikthim sërish, besoj që po. Jam nga Slovakia, këtu kam ardhur me maman time dhe ndihem mjaft mirë dhe më pëlqen. Deti është fantastik, ushqimi po ashtu, dhe akomodimi është shumë i mirë. Unë nuk isha ardhur më parë, por po më pëlqen shumë. Me nisjen e sezonit turistik është rritur ndjeshëm numri i turistëve të huaj në Vlorë, ata po zgjedhin Bregdetin shqiptar dhe resortet përgjatë vizës bregdetare për të kaluar pushimet verore. Sipas tyre, Vlora dhe Shqipëria janë tashmë ndër destinacionet më të preferuara dhe më të kërkuara për turizmin veror. Rritja e temperaturave, por edhe numri i turistëve gjatë periudhës së verës ka sjellë një shtim të vizitave ditore, por edhe shtrime në repartin e pediatrisë pranë Spitalit Rajonal të Vlorës. Sipas shefes së pediatrisë Rina Llanaj, vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 55 vizita ambulatore dhe 35 shtrime. Rritja e temperaturave, por dhe numrit të turistëve gjatë periudhës së verës ka sjellë një shtim të virozave ditore, por dhe të shtrimeve në repartin e pediatrisë pranë Spitalit Rajonal të Vlorës. Shefja e repartit të pediatrisë, mjekja Rina Llanaj, konfirmon se fëmijët që paraqiten në spital kanë simptoma të ndryshme. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 55 vizita ambulatore dhe 35 shtrime. Atëherë, javën e fundit në repartin tonë, numri vizitave dhe shtrime ka ardhur duke u rritur. Kjo stim ofron një fluks të madh në repartin tonë për shkak të ngarkesës së qytetit, me prezencën e turizmit, me prezencën e emigrantëve të ardhur dhe të qytetarëve të tjerë. Temperaturat e larta ofrojnë çrregullime kryesisht që dominojnë në këtë stim, çrregullime gastrointestinale të shoqëruara me të diella, bark, temperaturë.
Një pjesë e fëmijëve vizitohen, marrin mjekim ambulator dhe ndiqen nga mjeku i familjes. Pjesa tjetër kur ka kompromentim të shenjave jetësore, ne i hospitalizojmë dhe i ndjekim në pavilionin tonë. Flas për 24 orëshin e fundit, ku janë bërë 55 vizita ambulatore dhe janë bërë 35 shtrime. Përveç çrregullime gastrointestinale, ka dhe fëmijë me çrregullime të aparatit respirator, me laringite, me bronkite, me trakeobronkite. Një pjesë e tyre vinë kryesisht alergji qofshin nga deti, mund të vinë goditjet nga dielli, mund të vinë pickimet nga insektet dhe alergji të ndryshme ushqimore. Mjekja Lana i thekson se fëmijët duhet të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve me temperatura më të larta. Sipas saj, rastet më të shpeshta që paraqiten në spital lidhen me alergjitë ndryshme, problemet respiratore, si dhe pickimet nga insektet. Ajo jep dhe këshillat që prindrit duhet të ndjekin për të mbrojtur fëmijët gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta. Tërheq vëmendjen e prindërve, sepse pavarësisht sensibilizimit që ne bëjmë në media për mos ekspozimin e fëmijëve në temperaturat e larta, kryesisht mbas orës 11, këtë këshill nuk e zbatojnë dhe të gjithë fëmijët ekspozohen mbas orës 11. Rrezet e diellit janë të dëmshme, qoftë për goditja nga dielli, që mund të reflektohet me dhimbje të forta koke, me edem të syve, me të vjella dhe me humbje ekuilibri. Kështu që në këtë pikë të bëjnë kujdes mos i ekspozojnë fëmijët. E dyta, sensibilizojnë për rehidrimin e fëmijës, që do të thotë dhënien për shkak temperaturave të larta, të jepen lëngje në formën e ujit, të çajit, të kosit dhe jo lëngje të gatshme. Ushqime sa më të lehta, qofshin këto ushqime me zarzavate, ushqime proteinike, që fëmija të marrë edhe kalorazhin e duhur ditor. Ekspozimi në diell gjatë pikut të temperaturave si dhe problematika të tjera shëndetësore janë ndër rastet më të shpeshta të regjistruara në repartin e pediatrisë. Sipas mjekëve, kjo periudhë shoqërohet çdo vit me një rritje të numrit të fëmijëve që kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi për parandalimin e zjarreve, duke rikujtuar se zjarrvënia përbën vepër penale. Përmes një deklarate, Lamallari theksoi se zjarret e shkaktuara nga dora e njeriut përbëjnë rrezik për jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasuritë natyrore. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi për parandalimin e zjarreve, duke rikujtuar se zjarrvënia përbën vepër penale dhe dënohet me masa të ashpra. Përmes një deklarate, Lamallari theksoi se zjarret e shkaktuara nga dora e njeriut përbëjnë rrezik për jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasuritë natyrore. Kujdes, zjarrvënia nuk është pa kujdesi, por krim që ndëshkohet me burgim. Çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njeriut është një kërcënim për jetën, pronën, pyet dhe të mirën e përbashkët, u shpreh ministri. Ministri rikujtoi se me ndryshimet më të fundit në Kodin Penal janë ashpërsuar ndjeshëm dënimet për zjarrvënien, në varësi të rrethanave dhe pasojave të veprës penale, teksa ka theksuar se toleranca do të jetë 0. Zjarrvënia e qëllimshme dënohet me burgim nga 5 deri në 8 vjet kur kryhet gjastinës së nxehtë, në kushte që favorizojnë përhapjen e zjarrit ose pranë zonave të banuara, nga 4 deri në 10 vjet kur prek zonat të mbrojtura, objekte të trashëgimisë kulturore, objekte kulti, monumente kulturore ose infrastrukturë kritike, ndërsa dënimi arrin nga 7 deri në 15 vjet burg, kur zjarrvënia kryhet me qëllim ndryshimin e kategorisë ose destinacionit të tokës. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka pezulluar nga detyra disa efektiv policie në Sarandë pas publikimit të një video ku dëgjohen duke bërë komente jo etike ndaj dy turistëve që kalonin në rrugë. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka pezulluar nga detyra disa efektiv policie në Sarandë pas publikimit të një video ku dëgjohen duke bërë komente jo etike ndaj dy turistëve që kalonin në rrugë. Në një njoftim zyrtar, AMP bën me dije se ka vendosur pezullimin e përkohshëm të punonjësve që pretendohet se shfaqen në video, ndërsa ka nisur procedimin disiplinor për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Lidhur me publikimin në rrjetet sociale të një videoje, në cilën pretendohet se janë të përfshirë disa punonjës të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në qytetin e Sarandës, ju informojmë si më poshtë. Në datën 11/6/2026, punonjësit e AMP-s ndodheshin në qytetin e Sarandës së bashku me punonjës të policisë së shtetit në kuadër të zbatimit të urdhrit të prokurorit të nxjerrë mbi bazën e vendimit të gjykatës për kontrollin e banesës së punonjësit të policisë Ajdin Islamaj. Shtetasi në fjalë është person në hetim në kuadër të procedimit penal për veprën penale shpërdorimi i detyrës, ndaj të cilit është caktuar masë sigurimi.
Gjatë veprimeve për ekzekutimin e urdhit të kontrollit, punonjësi i policisë fillimisht ka kundërshtuar dhe ka refuzuar të hapë derën e banesës për ushtrimin e kontrollit. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka marrë masën e pezullimit të përkohshëm të punonjësve të pretenduar si të përfshirë në video dhe ka nisur procedimin disiplinor për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Njëkohësisht po kryen veprimet e para procedurale dhe materialet përkatëse do t'i referohen prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand për vlerësim dhe ndjekje të mëtejshme sipas kompetencës, njofton AMP. Udhëheqësit politik kanë nisur sot takimet për konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Udhëheqësit politik kanë nisur takimet për konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Fillimisht, kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherësh kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, po takohet me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza në ambientet e kuvendit. Ndërkohë në orën 18 është paraprir takimi me udhëheqësin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Takimet mes udhëheqësve politik vijnë 2 ditë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të qershorit, të cilat u mbajtën pasi muaj më parë partitë dështuan të arrinin konsensus për presidentin e ri të vendit. Kurti e ka ftuar në takim dhe kreun e aleancës Ardian Gjini, por ai e ka refuzuar ftesën duke argumentuar se partia e tij veçse i ka paraqitur 6 kushte që do të duhej t'i plotësonte Kurti në këmbim të mbështetjes të krimit të institucioneve. Sipas rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 7 qershorit, lëvizja vetëvendosja e Kurtit ka fituar 53 mandate, PDK-ja 22 ulse, LDK-ja 18 dhe Aleanca 7. Pas certifikimit të rezultateve, deputetët e legjislaturës së re kanë përpara detyrën e konstituimit të kuvendit, formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit. Për 2 të parat kërkojnë 61 vota në kuvendin prej 120 ulësesh. Partia e Kurtit i ka votat për 2 proceset e para pasi llogarit në votat e partive Pakicjo Serbe që kanë 10 mandate. Megjithatë, ende nuk ekziston një marrëveshje apo konsensus rreth emrit të presidentit. Për presidentin nevojitet prania e 2/3 të deputetëve në kuvendi që votimi në 2 raundet e para të jetë i vlefshëm. Në mungesë të një marrëveshjeje politike, kjo është e pamundur për secilën parti parlamentare. Kushtetuta parasheh që presidenti duhet të zgjidhet brenda 60 ditëve nga dita e konstituimit të kuvendit. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Nëse vendi shkon në zgjedhje sërish, atëherë ato do të ishin të 4-tat parlamentare që nga shkurti i vitit 2025. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.